që mu realisht më kanë kërcënu drejt për drejt të televizione, moment si thash nuk e fus 50 qënë me unë, dolin lajme Top Channel-i, varet një anin në Dubai. Lajmi tjetër ishte sa profetët kanë ra martir për këtë vend, sa përmena fjalën profeton, të thonë si po folje, të heshim shafët, mos më hakari me dekër. Po femnën prostitut për llogarit guzboshit, unë se shes sa të kemi jetë. Me ditë se smartohem, kur për dika si thot pse ke vun vathe, pse ke vun lyë flokët, ja shif sharët, ma para dal publikisht, e rri me LGBT-n, se me grupin e këtyne rëpshirave. Për mu janë rëpshira, për mu janë pjedh rëpsha. E vetëmi e gjanë si bëjnë ta, i vetëmi malë si fusin ta, a vesh mi u fut shtetin, shpinë rëpë vet, e fisit vetë për mi u trafiku femnat. E në fund, të ftojnë një Itali isha dy shofer, e mundohen me të kërcënu, me marrë përsi për sikur ke fut drogë. Në është anë të kanë fut drogë në Itali e se di, për prapë se prapë në fund fundit thjesht për ndar s'keçan personi si e ke fut vetë. Tamam si puna ati bëgjësiu, si doli jek me lekte e veta, shështu në narkotrafikanti ma i madhë Shqipnisë, veç se ka shkërdhy fisin e vetë, asi gjanë s'ka ban, veç ju ka shqit prostituta femna mishve të vetë, do thot dikush si ja u ka shqit s'ka lidhje Benkashori, s'ka lidhje Benkashori, po ka guzboshit. Menimin e shtetit shqiptar, që shteti shqiptar nuk del asnjëherë me thënë ç'të lajme janë false, shteti shqiptar i intereson vetëm me deklarueshat 53 milionëshe, sigur ja ka sekuestru një kriminali që realisht ja ka sekuestru, ose mund jenë sekuestru të kalumen, ose mund jenë sekuestru 3.000 euro, i bëjnë 3 milion euro. Sa mi u thanë italianëve gjas me janë sekuestru lek Shqipëri, pasi herë nuk i plotësojnë letrat, ama i plotësojnë si mas qefit tyne. Mënohet shteti me bë moni Londri. Edhe prej shtetit përfitojnë këta modërshira. Pra shteti shesi e lejo këtë rrjet, pra ne quhet krimi organizuar. Këta janë rrjet rëpshirash, shkurt Muhabeti. Rrjet rëpshirash. Se po pritni të arrestohet Benkashori, s'kene për ta pas si herë të arrestuar Benkashorin. Që të arrestohet Benkashori duhet hapen dosjet një. Edhe del sistemi piramidi tyne. Arrestu i pari Benkashori ka përsekutu nëj person tjetër, ai personi tjetër, tjetrin, edhe që ashtu kanë shku të zhyt bërsh njëri tjetrin dhe në fund aty i trafiku se cili vetë femnat, po sa bërsh ke këta. Po në fund faj ngelet personit individit, se e detyrojnë ata mrapa. Po të hapet çdo çështje, shifet çdo çështje, çdo person si ka pas lek guzboshit bërsh për pazare droge, ka përfunu në divorce, i ka përfunu femra prostitut, ose kurf të punu me la bërgjin guzboshit. Kështu funksionon rrjeti i këtyne modërshirave, publikisht dal kundra krejt njerëzve të fisit tim, se unë munun me më shqit femnën prostitut në Itali, se kanë shqit hala, se s'kam dal në gjyqë unë i pari. Në moment si dalu në gjyqë, i hapin jetime në Itali, do më kthejnë në Shqipëri, do i hapin jetime në Shqipëri, ama si dal në gjyqë në Shqipëni, me jetim 2 fisht, përfunoj prostitut, në unë me jetim 2 fisht, me shumë mundësi përfunoj bërshke këta modërshira, se thonë ta shkap droga në dorë, nëpse ka qenë një sasi e vogël, ta shkap droga në dorë, janë sekuestru lek nuk i kthe më shteti mrapsht, pa ato lek janë pjesë e grupit hetimor, nuk janë realisht sekuestrume. Jo, shqip boda racën pjell, po me në gjyqë shikole, përfunoj në unë si djali i vllajt vetë, se s'di kujt mja fut tjetër gruën thot ma nga shqinibi. Tashi duke qenë individi i zhyt bërsh vetë, femra detyrimisht po tradhtoj do zhytet bërshke bashkëshortit. Bashkëshorti ja bërshke guzboshi. Kështu që femna nuk ka të punu për bashkëshortin, pa të punu për guzboshin. Dhe kështu funksionon rrjeti i këtyne dhe pazaret në emër të altarit. Unë do mundohem mi majt hetimet sa ma larg, gjykatën sa ma larg,
me shty kohë sa ma shumë, vetëm për një femne, me mundu me shpëtu një femne për një jetimit dy fisht, jo se ka qenë implikume, se s'ka qenë implikume, s'ka qenë këtu në Shqipëri fare. Po thjesht e di shumë mirë se që do të thotë hetimi dy fisht zhyt bërgj. Dhe këtë ide ishte me më trafiku qatë femrën si pa ta njoftë në Itali, që ajo femër për mu ishte ndjenja e funit njerëzore si më bote mu njeri. Shyrë se ju ajo për jetës timën s'ka më ndjenjë njerëzore për njeri, e s'ka më silloj ndjenje ma, as për gjakun tim, as për rëpët e mi, si janë të mundu me ma shqit prostitut qatë femën. Dhe përveç asaj femën janë të mundu me më zhyt bërgjë e mu, me shqit një femër tjetër prostitut. Gjergji Kola më tha kjo dash lek, tha. I tha Gjergji Kolës, kam dashnim këtë jetë e lek, se s'ma kari për lek të juja, si të më shqit se shfemën prostitut, shift bota rëp me gjithë lek, e me gjithë racë. Po këta në rëp shira, janë njerëz intriganta, janë njerëz skutha, dalin të thanë nalë të poshtë nuk ka mirë ka ament, se do me mund lullë rëp shim lishet e veta, po t'i shofësh kanë përfunu krejt në divorc, që kanë përfunu në divorc në fisë tyne, dje se jo kanë prostitu femnat, guzboshi me shokë, arsye pse m'akuzojnë mu për i femën në fisë, asa du mi lan njoj fajnë, se s'din kujt mja lan, e me shqit prostitut, për llogari guzboshit a kujdesi ka bërgjë i personi. Me zbërthy këtë rrjet, është shumë e thjesht, por shteti nuk e bë punë neve, nuk pranon mi hap çdo dosje, e me hetu çdo rast, çdo individi si ka qenë bërgjë në guzboshit, që i ka përfunu në divorc, pazaret në emër të altarit. Nuk janë pazaret si shetë rroba, aty ke altari, biznesi i vet, për shtë janë pazaret në emër të altarit. Qatë zot kanë shqiptarët Kristian Boshin, se këta i bëjnë perëndi i shteti, këta më të shqira, i bë perëndi, i bë zotër, i bë Berlusconi, i bë aura njani e shtetit tjetëri, e lapsi tjetëri, e pjidhi i sams me nof, ka pjidh motra, si në kur jeti isha me hetime duke si kur jetu fol kesh për shtetin, nëse si e sak mirë ka mend, por realisht jetu fol për dërë pëshira. Edi Rama më ndalit thot, a komplot nga familja, nuk ka komplot nga familja Edi Rama. Këtu a komplot nga shteti, nga familja, nga të gjitha. Dhe i pari fajtorën këtë rast në shteti. Mafia ka kudo në botë, i njëjti sistem funksionon kudo në botë. Ky është sistem çifut. Thonë sundojnë botën çifutet, nuk e sundojnë botën çifutet, botën e sundojnë arabët. Arabët e kanë kriju shit çifut. Si sistem çifut, sistem Babilons. Se tamam sistem Babilonsa. E kur them si motra mirë Gjikoles a kurva Babilonis, e kam seriozisht. Se qysh si u shqim motra mirë Gjikoles në shtëpitë kashorrit, në shtëpitë spionit na u shkërdhy tan fisi. Tan i kena në divorc. Tan i kena tu fajsu femnat për njëri tjetrin, se s'din kujt mja ngjec. E ashtu kena përfunu si fisi shkërdhym, qysh se zoni mik spionin numër 1 të Shqipnisë. E për këta si thona gangster ben gashorri e shtëpia gashorit, ja u them publikisht, ja u shqift bota rëp ju si jem shtesni, sa e rëp shqiri më e madh në historinë e Shqipnisë, spionin numër 1 në historinë e Shqipnisë. Edhe punojnë gjithë me shtet. Si punojnë me shtet? A atu të shkruj ty kam 50 kile për ty në Belgjik, në WhatsApp, a me telefon thjesht. Po, atu ta fut. Se me qanë të bo mua bet mallit, shkru në enkra, shkru në telefon të enkriptum. Atë mori ty me punu në Itali, atë la WhatsApp në dorë, shkom sheshit pago e shtu, më sheshit gjashtu. Po, atu ta fut me shtet, pra atu të spionu ke shteti. Pse? Me të lanë mallin në dorë, e me të zhyt bërsh mrapa me të shqit femnën prostitut, që shtu funksionon rjeti i këtyne prostitucionit. Shteti shqiptar s'pranon mi hap çdo dosje. Për çash kosa shteti shqiptar nuk pranon mi hap çdo dosje, e me hetu mirë çështjen e këtyne, nuk ka për të pas në herë Shqipëria shans me hy në Europë, as mu bo si Europa. Nuk nga ka faj Europa, po kanë faj këtë politikan më të shqira me këtë politikë më të shqire, politikë rëp shqire, që s'du me fut në shqiptarin në Europë, as kanë për ta fut në herë shqiptarin në Europë. Mosht ama bon njerëzit e fisit që të komplot, rëp shqirat e fisit, Aurion Kola me muhabetin 3.3 të munu me ma derdh mrehen, stil masonik,
si a shift bota rëpt e motrat në pjella Orion Kole, se kush e ka ba Orion Kolen. E këshu muhabeti Orion Koles, si a shift bota rëpt mund pjellja shift. Unë këtu në motër shqirave, nuk kam qa bëj, e vetë mja gjasë jam të mënu me bon veç mi majtë shtetin lërgë që sa i femne. Herët avon, unë e di se shpëtoj dhe të qatë femër për i rjetit tyne për i jetimit dyfisht shtetit shqiptarë. Nëpse s'ka lidhje ma si që është e femën, prap se prap, thjesht me jetim dyfisht e zhysin bërsh. Unë qatë femën se kthej do të mon jetën time. Një fajtor vetën deri diku për qatë femën, por herët avon jo vetëm për qatë femën, por në për plagën time, se plaga ime ka vra vetën, ku kam qenë 6 muajsh, deri voni kam majt i natë plagut, kam kujtu se problemet vinë për i plagut, po problemet vinë për i këtyne rëp shimave, për i këtyne motër shimave, për i këtyne rrac shimave, se shikolet janë fisi shkërdhuj më shok. Shikolet janë fisi ma rëp shirë në historinë e Shqipërisë. Janë fisi ma i shkërdhujmë në historinë e Shqipërisë. Fisi ma rrac shim në historinë e Shqipënisë janë shikolet. Raca mirë shikoles, qysh se i mësoj, pra ne kam boshit video për Ben Kashorin, se shit stil, më shkërdhuj rëp të vetë, e mju trafiku femnë të rëp vetë. Ben Kashori ja mësoj mirë shikoles, se Ben Kashori që i parë ja arrestu në Itali për drogë. Pra ne thëmë si janë rëpshiri numër 1 Shqipërisë. Po ma rëpshira mirë gjikola, si mirë si shin motrën, po nuk u nalë kishte shefti shishin tanë fisin, e ti shkërdheshin tanë fisin shpia Kashorrit, e për mikun e shkërdhej tanë fisin mirë gjikola. Të thot mirë gjikola, unë s'kam lidhje me çështjen tate ke hik vetë në Itali. Në Itali më kanë ftu, e kishin një vit si më ftoshin. Unë nuk mune me provu kur sa është impliku Mirë Gjikola, as nuk mune me provu kur sa është impliku Ben Kashori, as nuk mune kur me provu sa është impliku Kristian Boshi, por akuza për këtë rëpshira do ngrej, e për shtetin shqiptar do ngrej, si nuk pranë me hap çdo dosje, me pa çdo rast, si ka përfunduar divorc për këtyne motër shqirave. Unë do munoj shmos me qanë spion normal si do jem spion në Itali, se nuk më hakari për këta rëpshira, për këta spion duhet me qanë këtyne mjo shi motra të shok, mjo shi racën pjell. Në Itali isha ka notë kam për të thamë, sigur i kam marrë pakot ke lindë Kozica, do thëmë i kam marrë në lindi ke kushinjerë jel shejot. Nuk i marrë kujtë përsi për malë. Të thotë Gjergj Gjikola, pëse s'ke besim ke unë. Nuk kam besim ke tjërë Gjergj Gjikola, se ke dhanë prova si i rëpshirë. Ke dhanë prova si e rëpshirë. Ke dhanë prova si e rëpshirë, tamam. Me shumë veta. E ne po t'i përmen. Kje Jean Markun, ka 10 vjetë si nuk del në Itali, me ekspulse me njanën e me tjetërën së në Europë, i dënum në Itali nërsa për drogë para shumë vitesh. Produkti ju janë shtaj. E keni lanë bërsh, e keni lanë vari karin, nëse di si ju vje mrapa e juve, se ta është më gjysë është bërsh mu, të më shesë është femër në prostitut, ja shqif sharëp në pjell. Dur keti, dur kam unë. Mo unë ati të ngellit në këtë botë. Po Jean Marku, mirë se e shrujtë në bërsh, rëpshirin, po të munu me shrujtë në bërsh tjere, të vazhdu të punu për atë rëpshire, si shia modrën, si ma fusi shi herë më këtë jetë, më të ekshin rëp, nuk kje shansë më ullë më në tavolinë me mu. Gjergj Gjikola si thëmë të shift bota racën mund pidhër Gjergj Gjikola, se me shatë punë si policë, e vetë mja gjanë si ke ban, ke shkardhuj, e ke fut në burë kërëp të etu, se s'ke ban gjanë tjetra, mune me e provu, s'mune me e provu, në Amerikë në orta së shkoj dot, me i shqit tana kërcenimet që më kanë shumë telefon, se këta e din me e përdor WhatsAppin, t'i shenë me one per view, se e din se s'hetohen, por, shatë dyshime si kam, unë gjitha do i them në Itali, në fund fundit, ku shajt e mi, si janë do ban gjanë tjetër, më thanë do të fusim letrat, vetnat letra si më foten në Itali,
shku në ishu në komisariat policisë emrin tim, e mi plotësu në emër letrat për me më fut në burg, se për gjanë tjetër s'mi plotësu në letrat, këta rëpshira, këta modërshira, e vetë një mënyrë me dalë në Europë si mas tyne, a veç me të zhytë bërgje me të shikurëve. Për me më shikurëve me më zhytë bërgj, unë s'kam nevoj me dalë në Europë, as më duhet gjanë Europa, veç të rrinë Shqipni, e dhe ja u shi motrat në pjellë. Herët avonë në Gjergji Kola, Mirgji Kola, për kujtë më kapi dora, unë kam përti fort plomin. Për mu jeni rëpshira, jeni racë shkërdhyme, jeni racë rëpshirash, e për ata si se din, ja u them publikisht Mirgji Kola, amigu i pen Kashorrit. Shyrë si u martu motra Mirgji Kolës më shpit Kashorrit, shpia jo nuk njef hajrë, e vetë me gjanë si njef atë divorc, e të fajsu gratë njëni tjetrin, jo ma shiu ky, jo ma shiu aj, pazaren e mërë të altarit, e të persekutu njëni tjetrin, për llogari duguz të boshit, ase ditë kujt karit janë bërsh, sikur janë të dashme më fut mu bërsh ke Leonard Duga, a ke Kristian Boshi. Ata thonë se njofim Albanin. Nuk njofin, po moment si dalë në gjyshun, që ose nuk i sërë gjanët mirë në gjysh në Itali, këta rëpshirat gjysin bërsh, tonë ka dalë emrin e timet italiane për droge, këneja ne që unë s'kam lidhje fare me këto, sikur thash në Itali kam qanë kontakt veç me Arlind Kozicën, e me kushinin Ariel Shehu. Në që se kanë qanë numrat në Itali në emër tim, kanë përfunu për i Daniel Spahiut, si ja ka dhanë Ariel Shehu. Ariel ja ka dhanë kushinit vetë. Kër kam shku në Itali, unë ka qanë që të qanë organizume, më shatë njërë me mangetës mu, e me thanë si e ka fut këj mallin, a ku di gjanë shakarin kanë bo ata, a nështë kanë fut në mallsak. E për me malan mu në shpinë, për me mlan bërgj mu, se në herë dënin për mall, për ne ka emrin kokainë. Sa emër femna, kokaina. U dënove për kokain, dje se të ka me të shikurva mrava. Do thot dikush që po janë dënu shumë tjerë për kokain, po s'kanë qenë të punu me rëpshira, si punojnë me shtetë, si puna këtyne rëpshirave të mija. Unë s'kam nejë simpatit madhe për asi politikan, për Ramën e veç për i gjanë, se Ramën e kanë gjithë kundërshtarë, gjithë e kanë i natë, që të kohës isha me jetime, kishin qëtë si të folë qa kesh për Ramën, si ta hishin për i pushtetit e Ramën, gjas mi ka dalë emri përgjimet italiane për drogë, e njana e tjetra, për Ramën s'kom për të folë nejherë kesh, veç Rama ja u shift motrat në pjellë të tanve, Rama ja u shift racën në pjellë të tanve, e në mirë ka thënë Rama hangshin kryte njëni tjetrit. Ramës si thomë, me rëpë shpije, veç kryte njëni tjetër të kena për të hangër, sa as i gjatë tjetër s'kena për të banë, se kam nërmen me dalë, as mu banë vrasës me pages, as mu banë rot kari si do të gjikola, e me një të kërku shërrin për milet, kur e kam shërrin mrena në shpijt time. Kur them mrena në shpijt time, nuk po them për babën, po për them për racën e gjikoleve, për racën e rëpshirave, për racën e shkërdhyme, për racën e motërshirave, për racën e flisht, se janë racë e flisht të shak, munon me të pështru publikisht, munon me të shu shtetë shpin, munon me të bësqiros publikisht, munon me të degradu publikisht, po mos më hakari për degradimin publikisht, se sa do të munon me më degradu publikisht, kanë me marrë vesht mileti, ditë që janë rëpshira, janë ti në skenu vetë, e janë tja u futë rëpë vetë. I plotësojnë letrat, komisariat, Robi me nëse s'ka në dhe si gjanë martohet, vazhdoj jetën, thotë e kam bo burgun në Itali, pëse di se mrapa ma vonë, mas i ti është drejtu, e ti kesh vu punët për Terezi, në kur të menër se e ke drejtu jetën, ta hap gjyshin Gust Boshi, e të da për i grus, e të shën divorc. Pazaret në emër të altarit, çdo janë pazaret në emër të altarit, çdo divorc, çdo person si hap bërsh ndaj Gust Boshit për pazaret droge, ka përfunun divorc. Dhe ma merr meja që të gjithë ata që janë dënuar në Itali për droga asnjë s'ka pas lidhje me Gust Boshin, veç i ka përzi grupi hetimor me lajme falso, edhe shashtu ju ka përfunu femna prostitut më radhë. Kështu që shteti shqiptar në që sa shtet, t'ja u shia racën pjellë i herë mirë këtyne motër shimave, t'ja u shkërdhej rëpt i herë mirë këtyne motër shimave,
Po nuk e bë këtë gjë shteti shqiptar, se shteti shqiptar ka leverdi për këtyre rrëfshirave. Për këtyre ato deklaru lekun e pisët, gjasme njëri kriminali kam sekuestru miliona, thot Rama. Që si ka sekuestru asnjë gjan, thot. Lajme falca. Po s'ka si e deklarë lekun e pisë në ryshe. Shkja politika jon, shkja shteti jon, shkja veni jon, i ven rrëfshir, që unë pata fatin ma të kesh me jetu mes të rrëfshirave, mes një race pjedhëropshe, një race satanike për mu, se për mu janë satanistër shak. Edhe ta mom satanist, jo si e mirë ka mend më shkruta Gjergji Gola, jo do të tredhin më shkruta e tjetri, jo po hidhja firmën Beratin në Gjermani, si se di për çka kishte Beratin në Gjermania, ka muhabeten e drogës, si gjas me a kap këtu në Shqipëri si e jep në lajme falso, apo e kishte për femnën, po çështu i përzin muhabetet femnën drogë për me impliku në femna mju apetime pa lidhje njerëzve si s'kan qenë as kanë pas lidhje me mua, as kanë qenë prezent me mua, as kanë qenë kontakt me ta. Unë për vete e di shumë mirë se shanot me mua, po i spionove në Itali tek shteti shafe. Edhe thota vra për pazare droge. Kur në fakt i e vrasës pranon me prostitui femën për këta rrëfshira. Edhe sa herë shifnin televizor se janë vra dikush për pazare droge, dije sa vra se ka qenë burr e i ka spionu këta motërshira, se këta motërshira mi e spionu. Se i kam pa në këta gangsterat si puna Gjon Markut e Dot Gjikoles, si ja u kanë marrë përsi për gjanat tyne, në fund ja u shikurva, e kanë përfunduar në divorc, as i gjama shumë. Mjerim, që ashtu i ka lanë mirë Gjikola në mjerim të tanë fisin, e se ka rrujt karin ma për të. I ka zhyt bërsh, e në shnet më rrëve. Ja shqip bota rëp në pjellë mirë Gjikoles, e gust boshit, e ben kashorrit, e tanë shtyne rëp shqirave si mahen për gangsterra, e ja shqip bota rëp në pjellë atyne si u bërë reklam këtyne motër shqirave, këto janë rëp shqirat ma të mëdhen në historinë e Shqipërisë është. Të janë rrëfshirat më të mëdhenj në historinë e Shqipërisë. Ne si më thoshin mu i dole kundra Berlusconi, gjasme i dole kundra femnës në Itali. Berlusconi a ben kashorri. Gjasme a i si të fut kurvat, mi dal kundra ati, s'ta fut kush kurva, unë e di shumë mirë se që e në Itali hiku as kthehet ma. As se kam nërmen, sa të kemi jetë mi e hedh firmën në i femnë, as mu martu ma një jetë time, se e di shumë mirë se kam për të përfunu në divorc, se e kanë qu letrat s'pak. Të më fundë gjysin bërsh këtë në lajnë. Për herët avon, unë kam për t'ju fut plumin njanit në këto motërshima. Herët avon njëri kam për t'ju fut plumin, e ja u shqiv bota racën mund pjell, si ma shkatru jetën, pa ju pasër si loj bërshi. Ta jetën më kanë përdër, qysh kalama, më kanë hec me të futme, qysh fëmija në mënu me ma fut, njani këshu, tjetëre asho, të mënu me më fut në komplot, si ja u shqiv bota racën, pjellë jo spion me qanë me këta, po me rëp shpije, a pak me mju fut plumin të në motërshqirave. E për këta si thonë jo po trafikant ben kashorri, gangster ben kashorri, veç se ka shkërdhy mishte e vet, e rëpte e vet, se as i gjama shumë s'ka bon jetë vet, as ben kashorri, as Gus Boshi, as Aurion Kola, as e Doda, si nifet si shteti, veç kanë shkërdhy fisin e vet, veç janë rëp shira, e motër shira si janë di trafiku femnat njëni tjetrit, sa si gjama shumë s'kanë ba. Ka shkisha, unë i ekspozoj publikisht të rëpshira se televizionet si Top Channel nuk folin nejherë për këta motërshqima. Munohen me i mbrojt televizionet, se televizionet, shumica televizionet në Shqipëri i kanë dorë gjobvonësit. Se këta janë gjobvonës, nuk janë as trafikant femnë, është s'muni qurësës. Që si e bërë është Gus Boshit, detyro ty Gus Boshi me trafiku femnë, nuk bjek mburg Gus Boshi për trafikim. A personi vetë si atë trafiku, por atu nodhë sa bërshke Gus Boshi. Dhe po të hapet gjdo dosje, do të thotë, si gjitha si kanë bërsh ti Gus Boshit, i halë kanë se janë të përfunu në divorc. Pse nuk folin, po nuk folin se të vrasin.
atëheq shteti, e thonë u vra prej bandave për pazare droge, ase si të heshin unë se di, vetëm se të heshin shafe që në di. Këte janë spionat numër 1 Shqipërisë. Nuk janë gangstera, nuk janë kriminela, janë shtëpia spiona shqet gjithë, shtëpia rëpshira shqet gjithë, shtëpia racqima shqet gjithë, si thot Ibrahim Dici, janë shtëpia kurvash, jo shtëpia burrash, janë shtëpia kurvash, jo shtëpia burrash, janë shtëpia kurvash, që ashtu janë shtëpia kurvash, shtëpia rëpshirash, shtëpia modërshirash, që ja u shqift bota racën mund pje dhe mos bofshin arë sa të kënë jetësha. Unë s'pata në i gjamë mas shpirti, jam rritë gjithë jetën me vujtje, me halë e vetë mja gjamë si pata, a që e femën në Itali, si pata njoftë, në adan të ma prostitu, të më zhyt në bërsh me më trafiku i femër tjetër ma vonë, dhe thot dikush për s'kan zhyt bërsh, për s'kan dal në gjysh, dhe i moment si dal në gjysh, e emri janë sa publik, se janë personi pa dënum. Pa dal në gjysh nuk mbat emri publik, mas gjyshit fillen problemet. Mas gjyshit zhysin bërsh, mas gjyshit qin kurvën, mas gjyshit lan mjerim. Këta janë iluminati i Shqipërisë, mason të Shqipërisë, ose murator të Shqipërisë janë të ndërtu venin. Si e ndërtojnë venin? Shteti, basi kur i ka sekuestru lek një krimineli, mi deklaru sigur ja ka sekuestru një krimineli me fut në bugjetin e shtetit me apo që atë lekt pista si vinë pri rëpshimlisheve si ban shteti shqiptar. Italia të gjithë bërsh ke shteti, Shqipëria mundohet me të gjithë bërsh ke individi, kështu i prostitutojnë femrat. Tu i impliku një person për drogë, tu i hapetim 2 fish një femnë. Në Shqipëri e zhysin bërsh ke individi, shteti italian, e zhyt bërsh ke shteti italian i hesh drejt në punës. Bashkëpunim Itali-Shqipëri. Kështu funksionon rrjeti i këtyne prostitucionit, rrjeti lidh fort me shtetin, se po tjetë shteti shtet nuk ekziston ky lloj rrjeti. Ose hesh grupin hetimor, lajmet falso, nuk i lejo shteti lajmet falso, ose shteti vetë del mrapa e thot publikisht ky lajm ka qenë pjesë e grupit hetimor, ti zoti Boshi nuk e drejt me edhe në gjysh filanin për shto lek, se shto lek janë pjesë e grupit hetimor, po shteti nuk njihet mrapa, e lejo me të hedh në gjysh Gust Boshin, e lejo me ta fitu në gjyshin Gust Boshi, e lejo me të shikurën Gust Boshi. Shkjo shteti si kemi në shtet rëpshir, shtet me sistem Babilons, me sistem Arab, në 2025-ën, në përmjet qëti sistemi Babilons është ndërtur Shqipëria, të ju shi kurva miletit, plot kuptimin e fjales, që shtu atu ndërtur Shqipëria, që shtu menojnë këta se do hymë në Europë, si s'kena për të hymë kur në Europë, as s'kena për të bo kur si Europa, me këta rëpshira, me këta modërshima, si kam pas fatkeqësinë më të madhe në jetë me i pas pjesë të fisit e pjesë gjakut tim. Këta janë rëpshirat më të mëdhej të Shqipërisë, për ata që se di. Spionat e rëpshimat më të mëdhej të Shqipërisë. Spionat më të mëdhej të Shqipërisë. Do më thot në njënë, jo po t'je spion, jo po t'je t'u fol keq për ta, jo po shira të shak. S'kam pa në hajër prej tyne, vesh mashtrime kam pas prej tyne, vesh skuthlishe prej tyne, vesh papeslishe prej tyne, vesh rëpshimlishe prej tyne. Ja u shift bota racën mund pjell, ja u shift bota motrat mund pjell. E në fundit, vesh fisin e vetë kanë shkërdhy, sa si gjama shumë s'kan ba, qëta si imani për zotër të Shqipërisë, për aurën e Shqipërisë, për Skënderbet Shqipërisë, e ku di qanë që pseudonime që ju ka vu shteti mrapa këtyne modërshqime se po di studio shtel janë gjithë lidhë me shtetin. Se në përmjet shtetit janë të vu gjove, në përmjet grupit hetimor, po mës tjetë grupi hetimor si mashtro me shtë lejme falso, nuk nëllë shkyrjet prostitucionin në Shqipëri. Ato nëllë vetëm prej grupit hetimor, prej lajmeve falso si publiko shteti shqiptar, shteti rëpshir shqiptar, shtet rëpshir, shtet rëpshir, shtet rëpshir. Dikush mund të gjeti natë, si e kam ekspozu këta më të loj modërshimash me këtë skemën e ty në stil masonik,
stili Illuminati. Për ata që janë kurioz me ditë që Illuminati isha mafja, mafja sa si gjana tjetër veç me të zhyt bërsh e me të shit femnën prostitut dhe me të ba me punu për ta një jetën. Mos me t'lan me punu kërkun, me të heq drejtën e punës, me t'lan bërsh, me t'lan mjerim, si e vetëm janë mënyrë mbjetesë, sa veç qesësh femnën ta në prostitut për ta.